Pyetje. Në verë dhe në vjesht të 98-ës, a jeni informuar nga burimet të ndryshme informacioni lidhur me situatën që ekzistonte në terren Kosovë? Përgjigje po. Pyetje. Përveç se jeni informuar për pozicionin e forcave serbe në terren, a keni marrë gjithashtu edhe informacion lidhur me forcat e UÇK-s në terren në verën dhe vjesht e 98-ës? Përgjigje jo shumë informacion. Pyetje. A ju kujtohet se çfarë informacione keni pasur në 98 lidhur me strukturën dhe komandën e UÇK-s? Përgjigje, nuk kishte shumë informacion. S'kishte shumë gjëra për të folur sa i takon komandës. Me sa dinim ne, bëj fjalë për grupe lokale, të cilat ishin formuar pak a shumë në mënyrë spontane në përgjigje të shtypjes serbe prej shumë vitesh. Në veçanti pas vrasjes së familjes Jasharve, gjithmonë më tepër filloi që të krijojë një alarm i përgjithshëm që do kishte më shumë zhvillime negative dhe për këtë arsye njerëzit gjithmonë më tepër formonin këto grupe lokale. Me sa dinim ne, kaq dinim. Unë sigurisht që mora më shumë informacion lidhur me UÇK-n nga serbët se sa kam marrë informacion nga forcat tona. Serbët kishin pika të identifikuara në hartë që i kishin të identifikuara si të ashtu quajtura pika terroriste. Do të thënë, ata po mundoheshin që të mblidhin informacion lidhur me to. Sigurisht që pjesa më e madhe e personave në këto grupe ishin persona që kishin shtëpitë, familjet e tyre, që mundoheshin të kishin jetën e tyre, por nga ana tjetër po përpiqeshin që gjithashtu të mbronin veten dhe familjen. Pyetje, tani doja që të shikojmë paragrafin 17 të deklaratës tuaj. Këtu identifikoni masakrin e Raçakut. Generali po. Pyetje, këtu ju thoni se keni pasur një takim me Miloševićin lidhur me këtë temë. Më tej juve vazhdoni dhe thoni që e keni zvogluar kohën e njoftimit nga 96 orë në 48 orë. A na e thoni do të arsye se keni bërë këtë gjë? Generali, po mundohem që të lexoj këtë pjesën që sapo e përmendët, por nuk e gjej gjë ku ndi. Misetiç, në paragrafin 19 do e kërkoj të lexoni paragrafin pas ju lutem. Just trying to put pressure on Milošević. Thjesht po përpiqeshin që të ushtronin trysni mbi Miloševićin. Pyetje në rregull. Kalojmë në faqen tjetër të deklaratës. Në paragrafin 22 flisni për takimin me zotin Thaçi. Do ju kërkoja të lexonit me mendje këtë takim. Përgjigje, e keni fjalën për paragrafin 22, pyetje po. Përgjigje. Më lejoni të them shkurtimisht që mua më kërkuaj që të shkoja në bisedat në Rambuje, sepse në qoftë se do shkoja atje, mendoja që mund të bindja serbët që të pranonin marrëveshjen. Pra, marrëveshja që në shkruan në Rambuje ishte pak a shumë e njëjta, ndishte të njëjtën logjik të marrëveshjes që ne kishim hartuar në Bosnjë. Do të thënë me fjalë të tjera, ishte një thirrje e NATO-s, e Kombeve të Bashkuara për të ndaluar dhunën. Do të thënë nuk është se kishte një plan tjetër më të elaboruar, por thjesht ishte një plan që të kthenin paqen, të ndalonin dhunën. Unë mendova se mund shkoja në këto biseda, por nuk u lejoj që të shkoja atje. Më në fund, mua mu lejuaj që të shkoja dhe të takohesha me shqiptarë të UÇK-s, do të thënë delegacionin shqiptarë të UÇK-s. Kjo ka ndodhur në fundin e seancës së parë të bisedave të paqes në Rambuje. E di që kam fluturuar atje dhe i tregova antarëve të delegacionit shqiptar të UÇK-s se çfarë plani kishte NATO-ja. Ju thash që ne kishim për një mund planin ton, nuk e kishin sa për të largohen. Dhe ju tregova atyre se cili ishte qëndrimi ynë. Ndërkohë, pas disa ditësh, ata, pra delegacioni shqiptar e pranoi propozimin dhe serbët nuk e pranuan. Dhe kjo për ne ishte një pas për filluar diçka. U takova me zotin Thaçi një herë të dytë, përpara se sa filluan fushatat bombarduese, nëse nuk e kam gabim.
You know, he was just one. Ai ishte një prej personave atje. Ishte personi më me autoritet, ishte më i riu, ishte më bindësi. Pra ishte personi që ishte i veshur më mirë, i kishte flokët në mënyrë më të përshtatshme, me çe kuptova unë ai jetonte në Zvicër, fliste gjermanisht, nuk fliste shumë anglisht aso kohë. Unë ndërkohë kurse fliste shumë gjermanisht, që ishte pak e vështirë që të komunikonin me njëri tjetrin, por ai nuk ishte komandanti ushtarak. Pyetje. Ju në paragrafi 23 deklaratës tonë që ju arritet në përfundimi që nuk ishte komandanti ushtarak sepse ai nuk ju ndihmoi për të identifikuar objektiva dhe që nuk e kishte fare idenë ose kuptim bazik të operacioneve ushtarake apo jo. Përgjigjja është e saktë. Kur takova me të herën e tretë, unë kërkova ndihmë, po nuk morëm asnjë ndihmë se nuk e kishte idenë fare se çfarë po ndodhte. Edhe unë i thash, çfarë po ndodh? Se problemi që kisha unë si komandant ishte që ne nuk kishim një forcë në teren, kështu që ne do të mbështeteshim vetëm thjesht në fushatat ajrore. Donim që të mos sulmonim objektivat civile, por donim vetëm thjesht që të ndërhynim në forcat ushtarake në teren. Dhe pyetja që i bëra unë është, ku janë ata, ku jeni ju, pra çfarë duhet të sulmojmë, cilat janë objektivat e mi. Ndërkohë, përgjigjja që mora prej tij ishte asgjë. Pyetja, faleminderit general. Në paragrafet 24 dhe 25 të deklaratës tuaj, ju thoni se nuk besoni që UÇK-ja kishte ndonjë strukturë kontrolli dhe komande funksionuese. Pyetja që kam për ju është kjo. Cila është dallimi ndërmjet kontrollit dhe komandës? Përgjigje. Ne gjithmonë themi komandë dhe kontroll, sepse komanda është kompetenca, autoriteti, por kontrolli është mënyra për ta mbikëqyrur atë, për të përgjigjur dhe situatës, për ta korrigjuar atë, për të ulësuar atë dhe për të ndjekur hapat. Me aq sa pam ne nuk ishte asnjë prej këtyre elementeve. Ne kishim disa vëzhgues në kufirin midis Shqipërisë dhe Kosovës dhe ndonjëherë ata më thonin që mundoheshin që të mblitin informacion. Këtu e kam fjalën për persona që i përkisnin forcave speciale të Shteteve Bashkuara, po as ata nuk patën mundësi që të mblidhin informacion besueshëm. Ishte e qartë që bëj fjalë për grupet pavarura, ishin grupe të cilët ishin të motivuara, ishin duke luftuar, ndonjëherë ata kapnin dikë, për shembull në një pikë ata kapën një rus, nuk thashë nuk është se jam interesuar për këtë gjë. Domethënë me fjalë të tjera nuk ishte mënyra komunikimi, ishin thjesht njerëz të vetë organizuara. Unë nuk kisha asnjë dyshim që ushtria serbe ishte e friksuar prej tyre, por nga ana tjetër sa i takon komandos dhe kontrollet ose sa i takon një forcë të koordinuar, asnjëra prej tyre nuk ekzistonte, të paktën jo sipas mendimit tim, me aq sa kam parë unë. Pyetja. General, a jeni munduar ndonjëherë që të eksploroni mundësitë që të mbështeteshit në UÇK-n si një formë trupash në teren? Përgjigje, jemi përpjekur. Këtë doja unë, do të thënë ishte shumë e rëndësishme për neve që të mbështeteshim diku në mënyrë të tillë që të mos bënim gabime. Për shembull, në një rast kemi identifikuar disa automjete serbe rreth një ndërtese që dukej sikur ishte një seri ose një shtab. Ishin automjete që ishin rreth i qark kësaj ndërtese, kishte antena në godinë, kishte komunikime. Dhe persona që punonin për inteligjencën e identifikuan atë si një godinë serbe. Dhe u godit, dhe pastaj doli që s'ishte fare godinë serbe. Por serbët aty kishin vendosur shqiptar dhe ajo ishte një godinë në cilën ekzistonte një zonë ku ishin të ndaluar shqiptarë, që serbët kishin futur shqiptarët aty për të ndaluar. Dhe ishte një incident i tmerrshëm.
Dhe unë dhe njerëzit e mi vërtet unë ndjem shumë keq kur zbuluam se çfarë kishte ndodhur në realitet. Domethënë, ky është një shembull për të ilustruar juve që ne nuk kishim asnjë lloj informacioni lidhur me atë se çfarë po ndodhte në teren. Pyetje, faleminderit. Do i kërkoja sekretarit përgjigjen në ekran provën 1D00102. Përgjigje ju lutem flisni pak më të lartë. Misalisht po flisim me sekretarin kur këndjesjen në rend. General Clark, General, ajo çfarë shikoni në ekran është një letër që është dërguar nga Departamenti i Shtetit që mban datën 4 maj 1999. I është drejtuar kryetarit të Senatit, Mitch McConnell. Dua t'ju bëj një pyetje lidhur me atë çfarë i ka thënë Departamenti i Shtetit zotit McConnell. Është një letër e cila ka të bëjë me anëtarët e Senatit Amerikan që dëshironin që të armatonin UÇK-n. Në atë kohë, a keni qenë informuar për ndonjë iniciativë ose synim të Shtetit Bashkuar të Kongresit pra që të armatosë UÇK-n? Përgjigje, nuk e di, mbase kam ditur këtë gjë në atë kohë, por në atë kohë kam qenë shumë i përfshirë për të përgatitur bombardimet ajrore dhe për të ushtruar trysni mbi Serbinë për të bërë hapat e veta. Besoj që kjo mund të jetë diçka që mund të ketë qenë në linjë me një veprim, por nuk e di. Pyetje, në paragrafin 3, Departamenti i Shtetit dërgon zotit McConnell që në Kosovë nuk ka një forcë me komandë dhe kontroll real në Kosovë, do të referohet UÇK-s këtu. A pajtoheni me të vlerësim të Kongresit General? Përgjigje po. Pyetje, kur thuhet që nuk ka strukturë politike në Kosovë, a e besoni edhe juve që nuk ka pasur strukturë politike në Kosovë në atë kohë? Përgjigje, unë e dija, isha ndjeni për zotin Rugova, që më përpare kishte qenë në burg disa herë, por e dinim që ai kishte një pasues në Kosovë. Megjithatë, nga ana tjetër, e dinim që struktura nuk është efektive. Dhe nëse më lejoni që të vazhdoj më tej, nuk është se edhe nëse ekzistonte kjo si fuqi, nuk ishte lidhur me rezistencën armatosur, ishte komplet e veçantë, e ndarë. Pyetje, a keni pasur në një vlerësim në qoftë se ka pasur ndonjë kontroll civil mbi UÇK-n? Përgjigje jo, nuk ka pasur. would it have been possible? Pyetje, a do ketë qenë mundur për UÇK-n që të ketë pasur një zinxhir komandues funksional me hierarki të plotë dhe që NATO-ja dhe Shtetet Bashkuara mos e kenë nditur këtë gjë? Përgjigje absolutisht jo. Turning your attention. Pyetje. Do i kërkoj sekretarit përgjigjes të njëherë në ekran deklaratën e generalit. If we could go to paragraph 27, please. Kalojmë në paragrafin 27, ju lutem. General Clark, in General Clark, në paragrafin 27 që është në ekran tani, ju thoni që konflikti në Kosovë, konflikti armatosur në Kosovë përfundoi me tërheqjen e forcave serbe në bazë të marrëveshjes tekniko-ushtarake të qershorit 1999 dhe miratimin e rezolutës së Kombeve të Bashkuara 1244. Gjithashtu thoni se nuk kishte zinxhir komandues përfshirë në Këshillin e Atlantikut të Veriut, pra që ku perceptohej që konflikti armatosur kishte vazhduar pas qershorit 1999. Pra nuk kishte kështu. Së pari me leni, a mund të na tregoni kur u fut KFOR-i në Kosovë, si ishte i strukturuar? Ju kujtohet sa zone ishin aty? Përgjigje, ne kishim dy forcat të NATO-s, njëra në Shqipëri nën komandant generali të RIF, i cila merri me afërsisht 1 milion njerëz që ishin larguar nga afërsisht 1.500.000 njerëz,
themi në Shqipëri, ata kishin një mision për refugjatët. Në Maqedoni ne kishim trupat e ndërhyrjes së shpejtë, të reagimit të shpejtë në komandën e generalit Jackson. Pra, ai mori delegacionet kombëtare, kishim italianët, kishim francezët, gjermanët dhe kështu me radhë, dhe që ishin vendosur aty dhe gati për të hyrë në Kosovë në momentin kur rezoluta do të ishte plot. Pra, nëse më kujtohet saktë, rezoluta është nënshkruar të njëjtën në New York me 10 qershor, rreth mesditës, dhe serbët duaj të largoheshin me datë 11 dhe NATO-ja duhet të ndërhyjnë të futej në Kosovë me 12 qershor. Pra forcat e NATO-s ishin aty dhe të përgatitura dhe të duke planifikuar për të hyrë në Kosovë. Pra marrëveshja ishte bërë pas disa ditësh negociatash midis generalit Jackson që më përfaqësonte mua dhe serbët në pjesën jugore të kufirit, me Serbinë. Pyetje, faleminderit. Faleminderit general, e kujtohet sa trupat e NATO-s ishin në Kosovë kur u fut NATO-ja? Përgjigje, ne mendoj që kishim planifikuar për rreth 20.000 trupa, diçka e tillë. Pyetje, patët mbështetje ajrore? Përgjigje, po. Pyetje, kishit mbikëqyrje nga ajri pra në Kosovë? Përgjigje, po. Cilat do të kishte qenë përgjigjja e KFOR-it, po në qoftë se Serbia do të ishte përpjekur të sulmonte Kosovën apo UÇK-n pas tërheqjes së forcave serbe nga aty. Përgjigje, NATO-ja do të kishte rezistuar, do të kishte reaguar natyrisht. Pyetje, në qoftë se Serbia do të ishte bërë përpjekje për të sulmuar Kosovën apo UÇK-n pas tërheqjes së forcave të serbe, a do të kishte çuar kjo në një konflikt midis Serbisë dhe NATO-s? Përgjigje, po. Pyetje, a kishte aty rrezik të vërtetë sipas pikpamjes suaj të rifillimit të veprimeve armiqësore apo konfliktit pas tërheqjes së forcave serbe? Përgjigje, mendoj se mundësia ishte e lartë që forcat serbe të rifillonin veprimet armiqësore, por akoma kishim nuk mendoj që kishte mundësi të lartë pra që forcat serbe të rifillonin veprime armiqësore, por ne kishim akoma çështjen e pasgjidhur të rusëve që ishin në aeroportin e Prishtinës dhe ne ishim habitur, pra kapur si papritmas nga lvizja e rusëve nga Bosnia me datën 11 qershor dhe kishin shkuar në Prishtinë në momentin e tërheqjes së forcave serbe. Pra nuk mund të përjashtohet asnjëherë përgjegjësia për mbrojtjen e, nuk mund të mos merret parasysh përgjegjësia për forcën mbrojtëse dhe për mbushjen e misionit që të jetë e pranishme. Pra njëra prej përgjegjësive ishte që ne ishim të përgatitur në rast se do të ndodhte diçka. Pyetje, por ajo që po përpiqem të kuptoj është sa realiste, sa e mundur ishte në të vërtetë që bëhej një ofensivë serbe mbi NATO-n, kundër NATO-s. Si e keni parë ju këtë, sa realistisht në atë kohë? Përgjigje nuk ishte shumë realiste, por nga ana tjetër, si komandant ishte vendi që të mos kapesha pa përgatitur, pra dhe që të mos gjendesh në një situatë ku se kisha menduar këtë gjë që mund të ndodhte. Pyetje, faleminderit generale, tani zoti sekretar mund të kalojmë shfaqjen e ekran për materiale P04064 ju lutem generale. Clark, në ekran është marrëveshje tekniko ushtarake midis KFOR-it dhe Qeverisë Jugoslave dhe Qeverisë Jugosllavisë dhe Serbisë. Pak më poshtë në fund të faqes ju lutem, mund të kalojmë në faqen tjetër, faqja 2 dhe këtu përkufizohen dy terma. Zona e sigurisë ajrore përkufizohet si një zonë 25 kilometër që shtrihet përtej kufirit të provincës së Kosovës deri në pjesa tjetër është zona e sigurisë toksore që përshkruhet si një zonë 5 kilometrësh që shtrihet përtej kufirit të provincës së Kosovës në pjesën tjetër të Republikës së Jugosllavisë. Nëse kalojmë pastaj në pikën A,
për të krijuar një ndërprerje të qëndrueshme të veprimeve armiqësore, në asnjë rrethant forcat e ish Republikës së Federale të Jugosllavisë dhe të Republikës së Serbisë nuk do të hyjnë apo të rihyjnë apo të qëndrojnë brenda territorit të Kosovës apo zonës së sigurisë toksore dhe zonës së sigurisë ajrore të përshkruar në paragrafet 3 në 1.1 për pa patur pëlqimin para prak të shprehur qartësisht të forcës së sigurisë ndërkombëtare KFOR-it, pra të komandantit të saj. Policia vendore do të lejohet të qëndrojë në zonën e sigurisë toksore. Pyetja ime tani për juve është serbët a e kundërshtuan ndonjëherë zonën e sigurisë toksore dhe ajrore rreth Kosovës? Përgjigje jo gjatë periudhës që më kujtohet. Pyetje, faleminderit. Përgjigje, ata ishin të zënë për të tërhequr pajisjet e tyre jashtë vendit dhe